New Jersey është një nga destinacionet e shumë mërgjimtarve, një vend me një histori të pasur të zhvillimit nëpër dekada e shekuj. Sot ndër më të populluarit në SBA me rreth 9 milion banor, në mesin e cilëve pjesë e rëndësishme është edhe mërgata shqiptare. New Jersey njihet për shumë çka, për industrinë e parë në këtë cept të oqeanit, për banorët e parë para 2800 vjetësh, për ardhjen e hershme të holandezëve e suedezëve, për dominimin e mëvonshëm të anglezëve, për betejat vendimtare gjatë luftës revolucionare amerikane, për revolucionin industrial dhe natyrisht për pozitën e jashtëzakonshme gjeografike mes New Yorkut dhe Bostonit. Por njihet edhe për qytetin e lindjes së figurave të rëndësishme të jetës amerikane, yje, hollywoodiane, sportist, jurist, avokat e të ngjashëm. Ndër të tjerët, në New Jersey kanë lindur Frank Sinatra, Jack Nicholson, Jerry Lewis, Meryl Streep, John Travolta, Ed Harris, Kevin Spacey, Whitney Houston, Queen Latifah, Kristen Dunst, Ice-T si dhe juristi apo avokati i famshëm Robert Shapiro e shumë të tjerë. Ndërkaq, si një nga simbolet e këtij qyteti, padyshim është shqiptari tashmë i ndjer, Bari Drishti, ose i njohur si Mr. Pizza me restorantin e tij të njohur Beni, si dhe shumë shqiptarë të tjerë të cilët kanë lënë gjurmët e tyre në historinë e New Jerseyt. Dhe jo vetëm për këtë, apo faktet e sipërpërmendura, por New Jersey si një tërësi e komuniteteve të përziera del të jetë shumë interesant, i veçantë dhe pjesë e rëndësishme e zhvillimeve amerikane. Kështu, kjo godin që ngre kokën në një nga mjediset e zhvilluara të qytetit, flet shqip, flet nga dy vëllezrit, Beton e Agron Binakaj, nga Drenoci i Deçanit, të cilët këtu migruan në fund të viteve të 80-ta. Shumë rrugë në një botë ndryshe, në një botë të rastit, të mundësive, duke u ndjer pjesë dhe duke kërkuar rastin vëllezërit që sapo kishin zbritur dhe që ju kishin dhënë pas punëve të ndryshme për mbijetesë, për zhvillim, si në ndërtimtari, në restorante, punë të tjera mërgjimtarësh apo më mirë thënë fillestarësh në këtë botë përbitshme. Pas një dekade, ata hapën këtë biznes, i cili është i rrallë, i vetëm në New Jersey apo i 50 në gjithë SBA-t, për të qenë riaktual pas vitit 1905. Përderisa jemi në shoqëri të vëllezërve Binakaj, në veçantit Agronit, i cili na shoqëron për objekt duke zbuluar zyrë për zyrë domethënien e këtij biznesi, që këtu e quajnë bail bonds apo dorëzëni me kusht, që ngërthen vete specifika dhe kompleksivitet të papar, më duhet ju them se kjo kompani ka të punësuar rreth 200 veta, me një qarkullim mbi $1 miliard, ndërkohë që brenda një viti aprovon rreth 10.000 dorëzëni, që është garanci e kompanisë lidhur me raste të ndryshme, kontestuese apo kundërshtuese me ligjin. Me një fjalë, agentët e kësaj kompanie janë dorëzantë rasteve të ndryshme, si të lirimeve me kusht, nxjerrjes nga burgu e të ngjashme, por edhe duke pasur lirinë e prangimeve kur klienti nuk bashkëpunon e që janë raste të rralla. Por, trekëndshi klient, agent dhe ligji nuk shkeli njëri tjetrin dhe duhet të jetë në harmoni të plotë dhe i formës së padiskutueshme para se gjithash të bashkëpunimit. Pra, një kompani që ne nuk e marrim fort vesh, por që në SBA ka zanafillën që nga vitet e para të vitit 1900. Agroni, shoqëruesi ynë, si një ciceron, na njofton me punën që bëhet, me të punësuarit dhe digasteret e tyre, na njofton me ndonjë nga shqiptarët që është i punësuar dhe i mishruar në këtë punë.
Ndërkohë, shpalos informacione për klientët e kompanisë që janë diku rreth 60.000 për nënzyrat e profileve të ndryshme, për dosjet e klientëve, për serverat më të avancuar të sigurisë, për arkivim, për survejim e të tjera e të tjera. Njëra prej servera, sisteme servor ma të avancum të kohës të vite me vjallë. Ai na flet edhe për disa nga metodat që aplikohen sidomos në rastet më të rënda, kur lidhja me klient apo gjykata bëhet edhe nëpërmjet videos, kur bëhen hetuesit e rasteve të ndryshme, kur bëhet ndërhyrja gjatë flet arresteve, paraburgimeve, burgimeve e të tjera, dhe që në fund kompetente është kompania vëllezërve Binakaj që aplikon apo ndërhyn si dorëzani. Dërne ekziston thënie vjetër popullore, ku nuk e çka bën, hyn dorëzon, por në SBA sot është një nga bizneset më fitimprurse, më e sofistikuar, më e sigurt që përmblidhet në një veksh të vështërsive të pafundme, por edhe ku gabimi nuk guxon të përvidhet. Jeni maj krejtë aty dhe me hiq njerëz për burget. I thiri familjen, i thiri shokna, shoqe, krejtë. I ka taj me marrë shumë, me fru shumë pare, me fru njerëze për me cosign, për me shkru jamnin, po jam ju shkru jamnin. Fol njerëze për customer service dhe ta me ardhë shpejt. Hyra e departamentit të risk është kur njerëz nuk paraqiten gjyq, që kanë gjyqet, është për me identifikum, i marrë adresat e tyre, kur i verifikojmë gjitha, i qojmë agjendat tonë njerëz të autorizuar që i arrestojmë dhe i qojmë në gjyq apo në burg. I dorëzojnë të autoritetet. Agjentat janë njerëz të autorizuar të licencum që shkojnë në arrestu njerëz. Na ju ikim sa më shumë që të mos i arrestojmë, mundohem bashkëpunojmë me ta që t'ju rishqyrtojmë casen, t'i caktojmë datë tjetër gjyqit, por rastet caktuar natyrisht që duhet të mi arrestu, ku ata nuk pranojnë me bashkëpunim. Kudo atmosferë pune, gatishmëri dhe përkushtimi madh me zero tolerancë gabimi apo ruajna zot neglizhence, sepse, siç na tha vetoni, në kompani sigurimi duhet profesionalizëm absolut në shtjellimin e lëndëve dhe rasteve të klientëve tanë, të cilët tashmë kanë edhe këtë adresë sigurie e besimi. Po atëherë kush na qenë kam vëllezërit Binakaj? Gjatë luftës në Kosovë ata pauzuan biznesin duke u angazhuar në organizimin dhe në mbledhjen e ndihmave për popullatën e Kosovës, sidomos për UÇK-n. Pas luftës, rivitalizuan Aaron Bail Bonds e ngritën në nivel të suksesshëm për të shpërthyer në 2013 me kompaninë e sigurimeve Broadway Insurance Bisk. Sot, ata kanë biznes suksesshëm dhe kanë plane ambicioze për zgjerimin dhe rritjen e tij, si dhe për shtrirjen dhe investimet eventuale edhe në Kosovë dhe gjetkë në botën shqiptare. Para 20 viteve diku, kemi filluar në Bail Bonds Industry, që është një ndër profesionet e rralla. Edhe mandej në vitin 1996 jemi inkorporuar si kooperat në shtetin New Jersey. Atëherë gradualisht kemi fillu si tregti e vogël familjare, vetëm në anëtarët e familjes, 2, 3, 4, 5. Atëherë gradualisht kemi shku duke u zgjënu. Zgjerimi u shkue tuj e njoft ose tuj mësu ma shumë detalet e industrisë ose sekretet e industrisë që me konë suksesiv, kështu që nuk është rritje e shpejtë, është rritje e ngadalshme, po e sigurt, që praktikisht i ke mësue sekretet e vlerësimit rrezikut në punën që e bajmë, sepse puna jonë është një punë ma ndihshme, pak ma unike si profesion këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku është e licencuar dhe liume si industri, si Bail Bonds Industry. Na fillimisht kem punuar për afërsisht 100 orë, një javë, edhe ajo ka shku me vitet tona, mos me ku me dekadat tona. Çdo gjë që e kemi mësue, është dashur me mësu nga praktika dhe nga përvoja e atyre që janë punë suksesiv. Po sekreti jonë është punë aty që kem studiu ose i kem shikue hapat atyre që janë suksesiv në jetën e industrisë. Edhe që janë më konservatim në shkrimin edhe praktikimin e kësaj pune që na merr. Të nxjerrën njerëzve nga burg, garantimi tyre në ardhen e seancat gjyqësore. Edhe vlerësimi i rrezikut,
se cilin është ma pak rrezik me shkruhe, cilin është ma rrezikshme edhe i bëhet refuzimi. është ke mësuar të farë mjeshtrim e analizës vlerësimit të rrezikut. Çka ju nxiti, çka ju atraktoi? Shiko, njet praktikisht që na kemi bazë përvojës jetësore, janë disa gjëra ku raca njerëzore ka pak sjellim më të madh që është si tragjike pjesës jetës tonë njerëzore. Një është kur njerëzit janë në spital, 2 kur njerëzit janë në burg, edhe 3 është kur kemi raste të vdekjeve. Për këto 3 rastet familjarët edhe shokët tyne kanë njëllime më të madhe. Është punë interesante për neve se edhe në rastet e burgut, kur është do thotë janë bërë një kon 2 që gjithmonë na ka tërhek edhe bile u them edhe punëtorëve si pjesë të përvojës tonë, do të jo vetëm që punon edhe mbijeton edhe pagun shpenzimet e kostën e jetës familjare, po gjithashtu ka edhe profitet e saja, kështu që me të njëjtën kohë përpos profiteve edhe është ndihmesa atyne që kanë dhimbje më të madhe, do thotë lirimi edhe drejta atyne për më mbrojtë liri, jo me qëndru prapa grillave derisa ballafaqohen me seancat gjyqësore, sistemin ligjor amerikan. Aaron Bell Bonds është një agent general që merret që ka do thotë ekskluzivitetin në shtetin New Jersey, po edhe aty ku ka licencë Aaron Bell Bonds me operu, territorin e vetë licencum, bazë shteteve. Aaron Bell Bonds ka kontakte, ka kontrata edhe me agenta tjerë, që nuk janë do thotë si operacion i tij drejt për drejt, po janë si agenta licencum përmes Aaron Bell Bonds, licencum përmes Biskut, mirë po janë agjentat të Aaron Bell Bonds, si agent general i Broadway Insurance and Surety Company. Në agendën tonë kemi që kthejmë si të na bën rrethanat tona ekonomike, kthejmë edhe në Kosovë për investimet, edhe të marrim ato obligimet që kemi në investimet. Edhe jemi duke punuar, por nuk mund me fol në detale tash më shumë, që një të ardhmet praktikisht me ato mundësi tona, kontakt tona tregtare me miq të tjerë që janë tregti ose me partnerat e ri, që të kthejmë edhe në tokat tona me bën investimet, jo vetëm në Kosovë, po edhe në Shqipëri. Jo, po me kalimin e kohës shohim se sa do të jemi suksesiv në drejtim, besojmë që do të kemi një sukses, po jalojmë kohës që puna të letë më shumë se sa planet që janë paraprakisht e jemi duke punu në drejtim. Vëllezërit Veton dhe Agron Binaka janë shembulli më i mirë i realizimit të ëndrrës amerikane. Si shumica e shqiptarëve që kanë ikur nga represioni, por edhe nga kushtet e vështira ekonomike në kontinentin e ri, me punë, me përkushtim, me bashkëpunim, kanë arritur që duke shfrytzuar mundësitë e këtij shteti të bekuar, shteti ku për secilin ka mundësi përparimi, kanë arritur aty ku janë që të kenë një biznes shumë të suksesshëm, një biznes mjaft shumë të sofistikuar, një biznes që kanë lakmi edhe amerikanët, edhe ajo që dua të them me këtë rast është se vëllezërit Binaka nuk e kanë harruar kurrë vendimin e tyre, nuk e kanë harruar Kosovën, kanë qenë dhe janë aktivistë të njohur në komunitet. Nga kjo kompani u largua me mbresa të mira, sepse vëllezërit Binakaj tashmë po bëhen sinonimi New Jersey-t për këtë punë dhe për kontribut komunitetit shqiptar dhe në Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Respekt.